Kryetari i Prishtinës Përparim Rama e testoi veten në disa disiplina sportive të hënën. Krejt këto hapësira për lojra argëtim ishin në dispozicion të fëmijëve të hënën për 1 qershor në kuadër të javës olimpike. Kjo javë po organizohet njëkohësisht në 26 komuna. Nga Komiteti Olimpik thonë se përmes kësaj nisme synohet që fëmijët të kalojnë më shumë kohë në aktivitete sportive dhe më pak para ekraneve. Qëllimi pra jonë është që sa më shumë të aktivizojmë fëmijët për të mirë me sport, të largohen nga televizionet, nga telefonat dhe të jenë më të shëndetshëm. Ndërsa Rama tha se këto aktivitete kanë për synim promovimin e sportit dhe jetesës së shëndetshme tek fëmijët. Ndërsa me 4 qershor kemi me pas edhe më shumë se 1000 fëmijë prej shkollave të ndryshme prej krejt Kosovës që do të na bashkangjiten këtu në një garë të vrapimit. Rama dhe Krasniqi u pyetën edhe për përgatitjet për lojrat mesdhetare 2030. I pyetur për diskutimet rreth mundësisë që ceremonia hapëse të organizohet në Mitrovic, kryetari i Prishtinës tha se kryeqyteti mbetet një koqer i lojrave dhe se ceremonitë kryesore duhet të zhvillohen aty. Prishtina është një koqire e lojrave mesdhetare. Lojrat mesdhetare hapja duhet me qenë në kryeqytet, sepse kryeqyteti është një koqir, është Prishtina 2026, kështu që çdo gjë do të ndodhë, pra më shumë se 60% të gjitha sporteve do të jenë pjesë e lojrave në kryeqytet. Pra kryeqyteti është një koqir së bashku me Komitetin Olimpik. Ndërkaq presidenti i Kokut theksoi se çdo vendim për organizimin e lojrave mesdhetare merret nga komiteti organizativ dhe më pas i nënshtrohet miratimit nga organet ndërkombëtare përgjegjëse. Ne vendosëm dhe madena i dërgojmë në Komitetin të lojrave mesdhetare në ICMG dhe ata dhajnë vendimin e fundit. Lojrat olimpike do të mbahen më 2030.